LDK-s për këto, për shkak se kryetari i LDK-s vazhdimisht flet për unitet. Unitet që absolutisht është i domosdoshëm LDK-ja ka vujt mungesën e unitetit, ndoshta është shembull shkollor kështu se si ju ka përkthy në plot situata, cilat kanë qenë shumë tronda për lidhjen demokratike të Kosovës. Megjithatë, hyrja e zonës Osmani, pavarësisht që është një moment, po themi, LDK-ja ka nevojë për të, po megjithatë po futet dikush që nuk është, si më thon, thjesht dikush që u bashku për shoqënisë civile LDK-s, po vjen dikush i panjohur. Dikush i panjohur, pra dikush që ka histori, edhe dikush që, domethënë nuk është, s'po du me thonë ai shembull, po nuk është Leonard Kërçuki se ka bashkohet. Ka bashkohet Vjosa Osmani që ka një histori gjatë me LDK-n. Pse i zhdasht, ose ju, që i kështë thonë njerëzve të LDK-s, pse i zhdasht me pranu këto, edhe me më rështu pas lidhjes demokratike të Kosovës zgjedhjet e 7 qershorit. Po unë e shpjegova pse po bashkëpunojmë. Ndërkaq që se e presin është çështje subjektive, nuk di ta them. Unë jam i sigurt që ka kolegë që kanë pikpyetje për këtë lloj bashkëpunimi. Dhe kjo çështja është pra që ne të zgjidhim këto pikpyetje me një bashkëpunim të suksesshëm. Nuk mund të zgjidhim tani, por një rezultati i duhur i këtij bashkëpunimi, pastaj do të jepte të drejtë idesë së bashkëpunimit me zonën Osmani. Individualisht nuk mund të flas sepse secili mund ta thotë, do ta thotë, mund ta thotë dhe të shtunden qëndrimin që ka, qoftë dhe ndjesinë subjektive, qoftë dhe raportet personale. Unë flas për vete dhe besoj thash me shumë qartësi. Për shembull, por natyrisht në rrafshin politik, se kjo është e rëndësishme. Pavarësisht gjithë çfarë ndodh, kolegët e mi duhet ta dinë që kur miratojnë një bashkëpunim të tillë, bëjnë dhe një lloj amnistimi politik. Kjo është, pra duhet ta kenë parasysh, nuk është proces i thjeshtë. Dhe kjo na sprovon të gjithëve. Edhe LDK, ja, pra ka ndodhur në këtë shembull në rastin e LDD-s ka qenë, domethënë një ribashkim, po pak më i butë, më gradual. LDK për ata që kanë harru, edhe partia Ora ju ka bashku. Po, për LDK-s. Partia Ora ka vendosur që t'i bashkohet LDK-s dhe ne e kemi pranuar. Pra na, për rastin e tillë mund të themi që ne kemi qenë një parti e hapur. Ky bashkëpunim është një natyrë tjetër. Pra është më specifik. Jo, po flas për kundërshtarët e zonës Osmani, cilët sot e kanë shumë problem bashkimin e zonës Osmani me LDK-n. Në fakt kanë harruar se LDK-ja e ka prunë në radhë të veta edhe Orën, pastaj edhe LDD-n. Pra ka pas bashkime edhe më herët. Po. Por një prej pyetjeve që më ka shtruar, në fakt, më kanë bë kur kena qitë paralajmërimin për intervistën me ju, sonte ka qenë pse bën Vjosa Osmani e jo Agim Veliu me qenë në listën e Lidhjes Demokratike. Bën Agim Veliu absolutisht. Bën patjetër, do duhet të ishte edhe në proceset e tjera. Unë kam folur shumë për atë gjë, jam përpjekur shumë, nuk kam arritur ta zgjidh atë çështje dhe nuk e kuptoj pse, sepse se kuptoj problemin. Se kupton problemin? Jo, se kuptoj. Nuk e kam të qartë. Por nuk duket që do të jetë në listë për 7 qershor? Mendoj që duhet të jetë. Mendon që duhet të jetë? Duhet të jetë. A ke shtruar ndonjëherë në mbledhjet, diskutimet e LDK-s? Po prapë, unë po them që jam përpjekur në mënyrë të veçantë për rastin e Agimit, për shkak se çfarë përfaqëson Agimi, po edhe për shkak të raportit personal që kam unë me Agimin. Okej. Pra ky është qëndrimi juaj personal. Gjithmonë ka qenë kështu, personal dhe politik. A dim ku është problemi? Nuk e di. Nuk e kuptoj, sepse domethënë ka një ngjerë që herë shpjegohet me pozicionimin e degës, e herë s'po na lën nga lart, po nëse kuptoj asnjëherë cila është e vërteta, s'kam arritur ta kuptoj. Po Agim Veliu mendohet që është shkaku i humbjes me 14 shkurt. Të paktën i një pjesë të LDK-s. Ajo ka qenë shpjegimi, se nuk besoj që është larguar për diçka tjetër. Po pse? I din LDK-ja, ata zyrtarë që kjo ka qenë paktën ajo çfarë ka pretenduar LDK-ja. Jo, lëvizja vetëvendosje
ka ndërtuar një rrefem për agimin, për zotin Veliu, natyrisht kritikisht të pa vërtet. E ka përdorur dhe ka funksionuar. Kaq. Ideja është se, për shembull, Agim Veliu, që mos s'pëdu me bëjë çështje, i takon LDK-s me bë këto, po të paktën kjo ju ka vesh si etiket. Edhe për atë punë ai nuk është. Nuk e di çfarë peshë ka elektorale sot, a çfarë ka edhe njëherë këtë nuk e thot LDK-ja. Nëse ndonjë prej kolegëve të mi e thonë këtë, atëherë po them hapur që ky është një qëndrim kritikisht jo etik, se s'ka të bëjë me të vërtetën. S'mund të humbë zgjedhjet një subjekt politik për shkak të një personi. Dhe jo në rastin konkret sepse e di, pra është një rrefim i shpikur, i shpifur, në lidhje me figurën e zotit Veliu që s'ka të bëj fare me të vërtetën. As me rolin e tij, as me funksionin e tij. Pyetja më herët. Se në fakt LDK-ja, duke qenë partia e tretë, ju kanë nënshtruar një lloj diskursit në cilin pastaj kanë rënë prej edhe zyrtarët e LDK-s se me kënd është LDK-ja. Pra jo për shkak që ndron LDK-ja, po me kë është më afër. A është më afër me vetëvendosin apo me pjesën e tjetër të opozitës? Pranoni jo që unë përfaqësoj LDK-n. Në kuptimin çfarë është LDK-ja. Që përfaqëson edhe shumë mirë. Historikisht dhe sot. Pra unë s'kam kur farafërsie politike, ideologjike, as me lëvizjen vetëvendosje, as me Partinë Demokratike të Kosovës, as me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Por unë favorizoj bashkëpunimin politik. Sidomos kur kemi parasysh situatat politike historike të Kosovës, po dhe rregullimin kushtetues që kërkon bashkëpunim, imponon, e norman bashkëpunimin politik. Qoftë dhe kur e shpjegojmë teknikisht që Kosova është një zonë elektorale, proporcionale. Po, një zonë zgjedhore, po. Po pra, dhe proporcionaliteti, proporcionalisht imponon dhe bashkëpunimin politik. Bashkëpunimi politik nuk është një gjë e keqe, është virtyt. Sidomos kur bashkëpunon me rivalin më të madh. Por duhet të jesh në rastet kur bashkëpunon dhe me rivalin më të madh, natyrisht që duhet të jesh partner i vërtet, sepse bashkëpunimi duhet bëhet në dobi të vendit, të çështjeve me interes nacional. Dhe jo për gjëra të tjera. Po, vetëm LDK-ja e ka shumë të lashe këto. Për shkak se duket, si më thonë, një subjekt me shumë ego, që më thonë. Më herët jenë mendu, në fakt, që LDK-ja ka shumë aksionar, pra njerëz themelus, bashkëpunëtor të rrugovës, pra para 15 vitesh, është thonë kjo. Kurse tash më shumë se sa aksionar, po duket, si më thonë, parti për egove, të cilat në rastet caktume, din me shkaktu edhe dome LDK-s. Në përcaktim të ecës saj. Në rregull, por mund të them një diçka që së mbështet këtë gjë, sepse për shembull në 2 vitet e fundit për qëndrimet tona politike ne kemi patur konsistencë. Pra kanë qenë qëndrimet tona dhe nuk kanë ndryshuar fare, natyrisht që nuk lidhen me egot, po lidhen me vlerësimet politike. Nëse një pjesë e kolegëve të mi vlerësojnë që ne duhet bashkëpunojmë më shumë me lëvizjen e vetëvendosjes, një pjesë tjetër më shumë me Partinë Demokratike të Kosovës apo me partitë e tjera, mund duket që kjo është një gjë normale. Dhe në fund vendosim si shumicë. Dhe i rrimi, gjithmonë kemi ndenjur prapa qëndrimeve të mëdha të partisë. Ishte një lajm para disa ditësh në cilin u përfshit edhe ju. Pra, u tha, gjoja që Kujtim Shala, Gazmend Muhaxhiri e tjerë, po duan që ta rrëzojnë kryetarin e LDK-s, ose diçka e ngjajshme. Ju reagut, that edhe nëse mbet një antar i LDK-s, unë do të jem ai. Shiko, kemi përpos njerëzve tanë, që shqetësohen nga gjërat e tilla, ne kemi edhe kolegë të rinj që ju duhet dhe pak kohë të kuptojnë pse bëhen ato gjëra, pse thuhen e tjerë. Pra, kur kam reaguar, unë kam patur parasysh këto 2 elemente.